Territori shqiptar për datën 4 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave si dhe reshje shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me kthjellime dhe vranësira të her pas hershme, ndërsa në zonat jugore dhe lindore priten reshje shiu. Pasditja vijon me motë të ndryshueshëm dhe intervale me diell në zonat perëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:12 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:15 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër, 12 deri në 20 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 20 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 20 gradë Celsius. Korç, 4 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 19 gradë Celsius.